Sekretari përgjithshëm Flamur Noka. Ripërtëritja e Partisë Demokratike përfundoi. Këtë të mërkurë zhvillua dhe procesi zgjedhjes së sekretariatit dhe nënkryetarëve, ku nuk munguan surprizat. Flamur Noka arriti të fitonte garën për sekretar të përgjithshëm kundër Samir Koreshit, që në garë u përfshi në ditën e fundit, por arriti të merrte vetëm 84 vota. Por teksa Noka forcoi pozitat, në radhët e nënkretarëve pati lëvizje tektonike. Belind Këlliçi arriti të fitonte kundër Luciano Boçit dhe i zë vendin si nënkretar. Garë për postin e nënkryetarit pati dhe mes të rinjve dhe grave, ku dolën fitues Nikola Kedhi dhe Erisa Bajaziti. Diktaturën. Sali Berisha ishte kujdesur që ripërtëritjen e munguar për numrin 2 ta bënte te sekretariatet, duke rritur numrin e tyre dhe emrat e rinj që garuan. Klevis Balliu, Andi Mustafaj, Fioralba Dizdari, Franci Nuri dhe shumë të tjerë do të jenë për herë të parë në role drejtuese në sekretariat. Të Shqipërisë, por dhe Pavarësisht se Adriana Kalaja kishte njoftuar muaj më parë dorëheqjen dhe tërheqjen nga politika aktive, sërish ishte me votuara me emrave për komisionin e apelimit. Në strukturat e partisë rikthehen edhe emra të tjerë si Besart Logu dhe Shaqin Majani. Me përfundimin e përzgjedhjes së sekretariatit të ri, tashmë pritet që të mblidhet kryesia e re dhe të konstituohet, ndërsa Berisha ka premtuar që ripërtëritja do të vijojë edhe me drejtuesit e qarqeve.